Përshëndetje për gjithë mysafirët. Mirë se keni ardhur në këtë manifestim. Para se të fillojmë me programin e udhës së shtavem nga një buqet lule para bustit e heroit ton. Kështu që kryetari me stafin e vetë që shkon e randit edhe drejtori edhe familjarët një familjar, shkojmë t'i vend ka një buqet lule. Mysafirë të nderuar, bashkëfshatar, mësimdhënës dhe nxënës të shkollës Samidin Emini. Mirë se erdhët në manifestimin e shkollës sonë. Sot në këtë ditë feste dhe gëzimi, do të jemi së bashku për ta festuar ditën e shkollës. Të nderuar mysafirë, prezenca juaj e bën edhe më madhështore këtë festë, dhe me këtë rast shpreh një falënderim të veçantë. Përshëndesim familjen shumë të respektuar të dëshmorit Samidin Emini. Përshëndesim kryetarin e komunës Zotëri Begje Gjeladini, nën kryetarin e komunës Zotëri Resul Spetaun, drejtorin e DKA Zotëri Zeni Krasniqi me stafin, Zotëri Vetim Ramadani, drejtori administratës komunale, drejtoret e shkollave, Policinë e Kosovës, Forin Turk, veteranet e arsimit, prinderit, arsimtarët dhe të gjithë të pranishmit. Fillimisht, japim fjalën drejtorit të shkollës Zotëri Gjemali Skenderi. Të nderuar mysafirë, nxënës, mësimdhënës dhe ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në manifestimin e ditës së shkollës sonë. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në emrin tim personal si drejtor i kësaj shkolle, në emër të nxënësve dhe të gjithë kolektivit të shkollës, t'ju dëshiroj mirëseardhje në festën e shkollës. E nderuara dhe shumë e respektuara familja e dëshmorit Samidin Emini. I nderuari kryetari komunës Zotëri Begje Gjeladini. I nderuari nën kryetar i komunës Resul Fetau. I nderuari drejtor i drejtorisë arsimit dhe dragazh Zeni Krasniqi. I nderuari drejtori i administratës komunale Vetim Ramadani. I nderuara drejtorish, më falni se drejtoresha s'na pas ka ardhur, kështu që po anulojm këtë përshëndetje. E kom fjallën për Liridon Apira. Sot pra kemi kënaqësinë të kemi një mysafir të veçantë në mesin tonë,
i cili është një profesor nga rrathi i Drenicës, po më mërmendja mu që shumë e di, Shaqir Hodi. Shaqir Hasi. Me shas duhet të përshëndes nga zemë. Përshëndes pjesarit të policisë e Kosovës, veteran të ushtrisë limbare të Kosovës, Forin Turk, imamin e fshatit, drejtor të shkollave, veteran të arsimit, nxënës dhe ju arsimtar. Sot mbushen 25 vite nga rënia heroike e dëshmorit Samitin Emini dhe 49 vjetori i lindjes së tij, i cili dha me të shtrenjtën për lirimin e vendit. Në fillim të korrikut të vitit 1998, Samidini u bashkua Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në zonën e Vërrinit, ku së bashku me bashkëluftëtarët e tjerë bëri rezistencë të paparë. Në ofenziven e 1 shtatorit të vitit 98, Samidini u plagos rënd nga forcat e shumta serbe dhe nga plagët e marra ndron jetë për të mos vdekur. Emri Samidinit dhe i të gjithë dëshmorëve të tjerë sot janë emra institucionesh, sheshesh, rrugësh e tjera. Dhe varët e tyre janë frymëzim për brezat që vinë për të mos harruar kur. Të nderuar pjesëmarrës të këtij manifestimi, përvjetoret janë momente ku vlerësohen meritat, kontributet dhe vlerat individuale dhe kolektive të pjesëtarëve të një komi dhe një institucion. Shkolla Samitin Emini aktivitetin e saj e filloi para 56 viteve, e cila fillimisht funksiononte si paralele ndare shkollës fillore 29 nëntori atëhershme në Bresan dhe që funksiononte deri në klasën e 6, kur dhe u bën pavarësimi i saj. Në vitin 1994 kjo shkollë me vendim të Ministrisë së Arsimit të Kosovës u pavarësua dhe mori emrin e personalitetit të respektuar nga Shqipëria, Bejtegjiut Muhamet Çami, që nga viti 2003 vazhdimisht kishte kërkesa që kjo shkollë të emërohet me emrin dëshmorit të komit Samitin Emini, jo për të nënshmuar emrin e tij të parshëm, por tani me u krijuar realitetet të reja në Kosovë dhe ishte arsyeshme që të emërohet me emrin e dëshmorit Samitin Emini. Kështu që me 17 shtator të vitit 2008, me vendim të Ministrisë së Arsimit të Republikës së Kosovës, kjo shkollë mori emrin Samitin Emini. Sot shkolla jonë numëron 254 nxënës, 23 mësimdhënës, 4 staf teknik, administratori dhe drejtori i shkollës. Nga niveli parafillor, fillor dhe i mesëm i ulët. Në gjuhën e kësaj shkolle ka edhe një shkollë paralele nga parafillore deri në klasën e 5 në fshatin Tajnik. Pra shkolla jonë ka një traditë të begatshme për dritë dhe dije. Ajo është dhe mbetet vatër i diturisë për shumë gjenerata. Nga ky institucion dolen shumë intelektual, të cilët sot janë bërë krenaria e këtij vendi. Të nderuar mysafirë, ne si shkollë jemi përcaktuar që të veprojmë në bazë të mundësive dhe kapaciteteve tona intelektuale dhe institucionale. Aq sa është madhështore kjo ditë për shkollën tonë, aq është edhe madhështore dhe pjesëmarrja juaj në këtë festë. Shkolla tani ka misionin dhe vizionin e vet. Metodologjia në këtë shkollë mbështetet në kurrikulin e Republikës së Kosovës, me mësimdhënie dhe mësimdhënie me nxënësit në qendër. Të mësuar sipas mendimit kritik, të vlerësuar sipas standardeve bashkëkohore efektive. Nxënësit e kësaj shkolle kanë marrë pjesë edhe në garat e diturisë dhe me karakter shtetëror dhe kanë treguar rezultate të kënaqshme. Jemi të bindur se do të realizojmë objektivat të cilat kemi caktuar vetes, të bëna familje shkollave prejane, ku dia dhe shkatësitë të nxënësve të fituara në shkollë të jenë të qëndrueshme dhe të shërbejnë për të jetuar dhe punuar në një botë të zhvilluar. Vetëm kështu do të zhvillojmë vendin tonë dhe do të kemi të ardhme të ndritur. Një thënie njeriu të mend që thot, ku ka liri aty është vendi im. Faleminderit. Të nderuara dhe shumë e respektuara familje të dëshmorit e kombit Samitin Emini. Të nderuar familjet e dëshmorëve, i nderuar në kryetar i komunës zoti Vesur Fetau, i nderuar drejtori i arsimit zoti Zeni Krasniqi, i nderuar drejtori i administratës Vedim Ramadani,
i nderuar drejtor i shkollës fillore Samidini Menini, zoti Xhamali Skënderi. Të nderuar përfaqësues të policisë, të KFOR-it turk, të nderuar imam i fshatit, të nderuar qytetarë të fshatit Kuk, të nderuar mesimdhënës, prindër, drejtor të shkollave, veteran të arsimit, banor të fshatit turk, të dashur nxënës. Me lejoni që në emrin tim, sekretari i komunës, të ju përshëndes dhe të uroj përzemërsisht ditën e shkollës. Nxënës i kësaj shkolle ishte edhe dëshmori i kombit Samidini Emini, emrin e të cilit me mburrje, krenari dhe shumë respekt e ban kjo shkollë sot. Samidini Emini nuk i duronte padrejtësi dhe vujtjet e popullit të okupuar. Ai ishte pjesëmarrës i lëvizjeve së demonstratave studentore, si dhe furnizues i UÇK-s me armatim. Pas thirrjes së kushtrimit për Kosovën, Samidini Emini kyçet në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku me armë në dorë i kundërvihet okupatorit barbar serb. Ai iku para kohë nga kjo botë për të mos vdekur kurrë, sepse dëshmorët nuk kanë datë të vdekjes, ata kanë vetëm ditëlindje, të cilën e festojmë sa të jetë kjo botë. Të nderuar të pranishëm, si qeverisje lokale, se bashku me DKA-n, do të kemi një kujdes të veçantë për të siguruar një mjedis të përcatshëm dhe kurse sa më të volitshme për mesimdhënie dhe besimdhënie bashkëore. Ne jemi të vetëdijshëm se pa një arsimim cilësor nuk mund të ketë një shoqëri të shëndosh dhe as shtet të mirëfillt. Mësues dhe arsimtar të nderuar, punoni sa më shumë nxënësit tuaj që zva janë e tashmja dhe ardhmja jonë. E ju nxënës të dashur, mësoni sa më shumë, respektoni mësuesit dhe prindërit tuaj, sepse ju jeni shpresa jonë për një shoqëri me një të ardhme të ndritur. Urime edhe një herë dita e shkollës dhe shumë suksese në të ardhmen. Lavdi dëshmorit të kombit Samidini Emini, qofti përjetshëm kujtimi për te. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar. Ftojmë drejtorin e DK, zotri Zeni Krasniqi për një fjalë rasti. Të nderuar drejtori i shkollës, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës, të nderuar prindër, të nderuar veteran të arsimit, shumë e respektuara familja Emini, i nderuar kryetari i komunës zoti Bexhet Xheladini, i nderuar kryetari i komunës zoti Resul Fetau, të nderuar drejtor të drejtorive komunale, të nderuar drejtor të shkollave, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të UÇK-s, të nderuar përfaqësues të policisë Kosovës, të nderuar përfaqësues të KFOR-it turk, i nderuar imam i Katun, dhe ju pjesëmarrës të tjerë. Ndjej kënaqësi dhe privilegj të jam sot në mesin tuaj që të festojmë këtë përvjetor të qenuar në historinë e arsimit të komunës tonë. Nderi dhe respekti shtohet edhe më shumë kur lartësohet edhe emri dëshmorit të lirisë Samidini Emini për të përjetësuar shkollën tuaj dhe tonin. Padyshim duhet përgëzuar se nga kjo shkollë kanë dalë shumë intelektual dhe profesional të fushave të ndryshme, të cilët me kontributin dhe profesionalizmin e tyre i kanë dhënë shumë shoqërisë tonë. Të dashur nxënës, sakrificën dhe gjakun e dëshmorëve, të cilët e dhanë që ne sot festojmë të lirë, vetëm me dije dhe punë të pandashme mund t'u shpërblen. Dhe këtë mund t'a bëjmë së bashku. Andaj, ne si drejtori komunale arsimit, ju inkurajojmë dhe sigurojmë juve mësimdhënës, prindër dhe nxënës, se do të keni mbështetje e institucionit më të lartë arsimor në komunën tonë. Sepse konsideroj që obligimi ynë, qoftë në aspekti institucional, por edhe qytetar, është që të ofrojmë mundësi të mira, edukimi dhe arsimimi për brezat e tashëm dhe të ardhshëm. Mesazhi që duhet të marrë nga ky përvjetor është dritë e dituri pa u ndalë.
urime dhe sukseset përhershme. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Nëse nga ana e familjes së dëshmorit dëshiron dikush ta marrë fjalën, është i mirë pritur. Unë si familje e dëshmorëve, ju kryej mirëseardhje këtu, ka uroj ditën e shkollës, me gëzime, e gëzofshi ditën e shkollës, faleminderit. Faleminderit të nderuar. Po ashtu, edhe nga mysafirët, nëse do dikush ta merr fjalën, është i mirë pritur. Përshëndetje për të gjithë. Përshëndes kryetarën e komunës me stafin, hoqen me stafin e vetë, familjet e dëshmorëve dhe ju të gjithë pranishmëve. Është kënaqësi vërtet e madhe të jesh prezent në një ditë madhështore të shkollës së juaj, këtu që po festoni, me plot suksese dhe aktivitete. As vërtet madhështore është me pa një aktivitet të tillë, si që janë nxënësit e mrekullueshëm të kësaj shkolle, me kryeme profesorin e muzikës krenarin, që do thoshin se është krenaria juaj, po edhe krenaria jonë, të cilën e kemi prezent në shumë aktivitete dhe evente kulturore gjithandej Kosovës. Vërtet, kjo shkollë dhe shkolla tjerë, unë jam një adhuruesi, se vetë kam qenë dhe vazhdoj të jam akoma, sa po kam shëndet me aktivitete kulturore, por është befasi e këndshme që në opojnë, në malësi në opojës, me pa një program të tillë, një formacion orkestral, po dhe aktivitet tjera sportive dhe kulturore. Edhe njëherë, urime, të keni suksese dhe punë të ma të tjeshme, përshëndetje edhe njëherë për të gjithë urime. Faleminderit i nderuar. Mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollës sonë përndet të kësaj feste kanë përgatitur një program modest kulturo-argëtues. Fillojnë programin me monologun e nxënësit Suka Mehmeti, vallën e Mulli Xhiu të interpretuar nga nxënësit e shkollës dhe me disa recitime. Pite një piska me tokën ka lëkundun, kërkon shqipja djem të humbun. Nana thret djali s'përgjigjet, zemra e nanës flak po digjet. Kur nan lokja i bzond birit, shkrep rufeja në kup të qilit. Red e zeza nisin tërbohen, breshën lotër shmbi dhe lëshohen. Thirja e nanës rënqet mishin, duhma e saj dhe djek shpirtin. Thirja e nanës fuqan dhe, biri i nanës folmor, ku je? O shqiptar, qatë shumë vurte, në emër të Zotit po të bajnë një lutje. Nëse ndodhesh ndokun gjallë, thuja nanës bir veç një fjallë. Folj me nanën pasht madhin Zot, mos e lën të mbytur lot, se i shkoj moti veç me vaj, krue lotin syt e saj. Dit e nat, mendja në ty, lot i malit pik gjakun sy, i bjen guri dhe e ban copa, i bjen votrës dhe qahët toka. Në qosh gjallbir, në gjo ma thirjen, mos ja kthen në lokës shpinën, ktheje birkrit nga më mdheu, fol me nanën, fol mor burri dheut. Jena motra, jena vajza, jena motra, jena vajza. Na maron gjampe me krasa, na maron gjampe me krasa. Jeme
diçka me t'kallëzue, Mullini s'ka uja aman grunin sën t'a bluje, Mullini s'ka uja aman grunin sën t'a bluje. O mullin ti aman diçka du me thane, sonte natë madhe aman bluj ma grunin tije, sonte natë madhe aman bluj ma grunin tije. Oj vajzere aman diçka me t'kallëzue, Mullini s'ka uja aman grunin sën t'a bluje, Mullini s'ka uja aman grunin sën t'a bluje. O mullin ti aman ti mor djalirien, Beli ta kam fal aman bluj ma grunin tije, Beli ta kam fal aman bluj ma grunin tije. Oj vajzere aman diçka du me thane, Mullini ka uja aman grunin po t'a bluje, Mullini ka uja aman grunin po t'a bluje. Samidin Emini në moshën të re, unë gjitën e male, u bashkove ti, ushtri të lirin tare, kra për kra me trima, luftove, fanda, kur na erdi lajmi, një Samidin ju vra, dëshmorët e kombit, jo, nuk desin kur, gjaku i tyre një, palpitet në flamur, emni Samidin, do t'u dojnë gjithmonë, me krenari e mbar edhe shkolla jonë. Qeshia, jam e vogël umbullake, jam e shishme për marake, me 500 me shumë njerëzije, po me shumë me hafe mija, piqam herën në pranver, jam e shishme nuk kam e, a e dini se kushëm, unë që shi emri në kam. Samidin Emini, një gjartrim në e lindi, me shumë mund ajo e rriti, e për kundë me dashuri, u fliua për diri, vlerështuar e venditon, ditë e lumtur e shkollës tonë, për kujtëm një legendar, të ditë sot jemi krenar, daj se bashku në këtë datë, grisim duart lartë në qiell, lusim zotin e vërtet, trimin tonë të arërqon në gjenit. Samidin Emini, nuk të njoha as një herë, pa shumë për të ndëgjova, sa herë të të përmenden, një të rim të ra me dova, sa e shtretu duk liria, me as një qmim nuk e ndrove, koret nikun rafsh e bëre, arme në shpin kur i more, një ideal të malë të kishe, me dajet e tu luftove, lezin ti enderove, e kukit lavdin jashtove, ne jemi krenar me ty, emri ytë shkollën dëron, një lutje kam për ty, zot të shehitët të gradun. Me ti! Si urdhëron, zotri mësus. Pse morje ka që i dobet? Si i dobet, 50 kg peshkanari. Jo i dobet në peshkanari, për në gramatik. Mirë, mas gjitha foljen punoj. Unë punoj, ti punoj, ajo punoj. Bol! Unë bol, ti bol, ajo bol. Mjaft! Unë mjaft, ti mjaft, ajo mjaft. Uqmenda! Unë uqmenda, ti uqmende, ajo uqmendo. Ne uqmendo, ti uqmendo, ta të uqmendo.
mësoj, e dua shkollën time, ku mësova ABC-n, ajo më ngjall kujtime, rrugën marrë fen. Nëse një ditë mua më shihni inxhiniere, vetëm shkollës time i takon ky nder. Shkollën dhe mësuesin tim të parë, kur nuk do t'i harroj, ata gjuhën të unë lanë, me mallë të mallë do t'i kujtoj. Samidin Emini, ka të emër që mban, ti më shkolla jon, është i trimi Samidin, të dëshmori ton. Samidini shumë i ri, pa e shu jetën, mori pushkën e përmale, dhe gjeti vdekjan, dhe ne tash jemi liri, nga gjaku i trimave ton, ne për festat e historis, do të përmendin ty gjithmon, o Samidin, o dëshmori jon. Vuajtje dëshmori, o si nuk kam një grusht të fort, ti bim unë e zemër, mali që s'bezan, ta di edhe i se shdo me thoni dobet, në agonite për dridhet, si vigan i vram. Unë i mjeri si hi e trazume, trashikimtar i vuajtjes dhe i durimit, endëm bibar të malit me oje në zgjume, dhe me klizma dhe pakenatjut të stiktit. Mali esht, edhe pse për ti të mbile kur të ti, në loj varimtare, kërkoj me gjithë një kafshat ma të mirë, por më rënë shaka, shpresa gënjeshtare. Mali esht, dhe ne esht je qesh, e unë vuaj, dhe në vuaj tje vdes, ta shoh si dridhen nga grushti i paliqëm, e unë të kenaqëm të qesh. Faleminderit. Dëshmori, o ylli liris, me të gjonë një herë, ti deshi që të jemi të lumtur për herë. Ne jemi të lumtur në Kosovën e lirë, në shtetë e pavarur të edojmë me mirë. Të varit të erdha e të thash se erdi liria, u shlirua Kosova dhe iku Serbia. Prehu i qetë, o trimi i ri, se gjaku ytë në soli liri. Shkollës son asnjëherë nuk i kanë munguar donatorët. Andaj, edhe këtë vit disa nga qytetarët e fshatit ton kanë dhënë kontributet të shumta. Me që rast kemi nderin që t'i falenderojmë me nga një mirënjohja dhe e ftojmë drejtorin e shkollës që t'i ndaj këto mirënjohje. Të nderuar mysafir, përveç investimeve që kemi marrë dhe nga pushteti lokal, kuvendi komunal, dhe kemi punuar disa punime këtu, nuk në kanë munguar edhe donatorët privat, konkretisht qytetarët e fshatit, të cilët kanë dhënë maksimumin e tyre dhe në kanë ndihmuar në përmirësimin e kushteve shkollore. Kështu që do t'ju ndaj nga një mirënjohje në shej falënderimi. Bajram Ilyasi. Bëjani foto. Behar Asipi. Behari nuk gjendet këtu, po dikush do të më marr. Çe. Sadik Sadiku. Nazim Hasan. Aroma Rajza.
dhe në fund Fadil Halimi. Faleminderit. Programin e vazhdojmë me një këngë të bukur, O fjala ime prumbi pushkës, kënduar nga nxënësia Lugjenia Ajmeri. O fjala ime është plumbi pushkës, se mja kam prek të hilja hutës, e kam të shkongën, o me mandal, se kam kujtu që s'kam ushtar. O let flet bota për do statuse, se vadu vak s'ka me u konuse, o ka mu bat, tokën ti me thoj, o s'ka me tan vetës Kosovë. O pushka ime nuk shetri më ri, o kamaretja shumë për liri, o e lujderin e Skënderbehut, o kam ushtuk nga faqja e lehut. O pushka ime nuk shetri më ri, o kamaretja shumë për liri, o e lujderin e Skënderbehut, o kam ushtuk nga faqja e lehut. O fjala ime është plumbi pushkës, se mja kam prek të hilja hutës, e kam dhe shkongën, o me mandal, se kam kujtu që s'kam ushtar. O let flet bota për do opsione, veç mos më prek renat qiponjës, se s'u besoj kur të pavese, që m'ka coptu në për kongrese. O pushka ime nuk shetri më ri, o kamaretja shumë për liri, o e lujderin e Skënderbehut, o kam ushtuk nga faqja e lehut. O pushka ime nuk shetri më ri, o kamaretja shumë për liri, o e lujderin e Skënderbehut, o kam ushtuk nga faqja e lehut. Nxënësia Semaja Shari du të ju argëtoj me një monolog, ndërsa Elda Emini me një poezi. Palat lezi. Me dhëmbje djeli u zgjua, mbiles agu vonoi, qetësia e shtirën u shua, rëpirat etshëm i lëmoi, nga qapa e malit gjën, ahet për dhe plantuan, një plas në dheun nën, granatat e grëpuan, gjyle topi, heu zemër e mpir, tok e dridhur shtat fal, një vaj nëne për të sajnë bir, brenda zemrës mërval, o poja e tëra nëziu, dhembje nofsha me shprisha, mere tymi në qilë mbiu emri, Samidin e Bekim Berisha, e pash një lisë për dhe,
10 pëllumba që erdhën lëshuan, o toke imja ku jes të shoh, syt më përbuan, që vën shpirtrat rinor, pyet malli i djegur në prush. O Zot, mbekoj këta dëshmor, madhërin tënde dhe ta dish do kush. Për ty a dhe, merë në kra o zog shtektar, e fluturon nga vendi im, që sa vjet në dhena tjera, kam bet larë këtu në mërgim. Mlët i budh ata gur lumi, qovë dhe në bushun i lum a balt, të ta hek paka zi shkrumbin, që m'ka mekur hiq pa fjal. Dua ta sho a dalën dyshen, që në strehtu je ndërtue, sepse mali kur nuk vyshkët, me pa bujkun të i punue. Pse mor zok ta kam zili, ty që s'ke ma të voglin faj, në qonë Kosovë të shkrepje plisi, ma hek pak malin e saj.
shënon fundin e këtij manifestimi. Miru pafshim në manifestimet e tjera, një herë i ftojmë mysafirët për një koktejl rasti në lokalet e shkollës.